Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga turshit më të mira, mund të them me plot bindje, pasi u bën vërtet shumë të mira. Një kombinim që nuk duhet lënë pa provuar. Në familjen time turshit bëheshin gjithmonë në stinën e vjeshtës dhe na është bërë si traditë tashmë, edhe unë po vazhdoj në të njëjtën mënyrë. Për ta përgatitur ju nevojiten domate jeshile, të cilat pasi I kemi larë shumë mirë, I ndajmë në copa të vogla, speca jeshile. Gjithashtu I pastrojmë mirë nga fara dhe I ndajmë gjithashtu edhe ato në copa të vogla. Specat, domatet, pra të gjithë përbërësit e kësaj recete duhet të jenë të freskët, pasi ndryshe turshia do ju dështoj dhe perimet do të qullen, pra do të zbuten. Kjo lloj speci që është pak si ngjyre errët bëhet vërtet shumë e mirë. Nëse ju gjendet, provojeni të tillë spece, pasi nuk do të shgënjeheni. I ndajmë edhe specat në copa të vogla dhe pasi I kemi gati I lëm ato me një anë, po kështu do veprojmë edhe me lakrën e bardhë. Unë I kam përgatitur me mamin dhe nuk kam peshuar asnjë përbërës. Përgatitëm 3 vazo të vogla nga 750 ml dhe I prem dhe I ndam përbërësit duke I parë me sy, pasi varet se sa merr vazoja. Pra vazhdojmë kështu edhe me lakrën e bardhë duke e prerë në copa të vogla. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Fillimisht ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia, ta ndiqni videon deri në fund, pasi në fund të videos do ju dalin videot virale dhe më të pëlqyera nga ju. Vazhdojmë kështu me lakrën e bardhë dhe pasi I kemi gati, vazot pasi I kemi larë dhe I kemi sterilizuar mjaft mirë, në fund të vazos do vendosim hudhër, piper të zi dhe piper mix, gjethe dafine dhe në fund të vazos do vendosim lakrat që prem holl me kujdes dhe më pas do vazhdojmë me domatet, me specat, duke I vendosur dhe duke I ngjeshur pak me duar ose me ndihmën e një luge druri, si ta keni ju më të lehtë, në mënyrë që vazot të marrin pra sa më shumë perime, pasi do vini re që kur të vendosni pak, ato do mbushen me një herë, por duke I ngjeshur do mbajnë akoma më shumë. Unë kam vendosur edhe 3 karrota, të cilat I kam prerë në copa, kështu si duke në video, dhe në fund, pra në buzë të vazos kam shtuar përsëri lakër të bardhë. Dhe përfundimi është kështu, pra vazot do të duken në këtë mënyrë. Unë ju sugjeroj t'i provoni, unë gjithmonë I kam përgatitur të përzjera, por në këtë mënyrë bëhen vërtet shumë të mira. Pasi I kemi mbushur të gjitha vazot, do vendosim për secilën vazo krip dhe sheqer. Unë kur përdor të regjurat, ju kërkoj ndjes për zërin, pasi jemi me viroza këto ditë, me virozat e stinës. Unë kam vendosur për çdo vazo nga 2 lugë krip të trash, nga 1 lugë sheqer për secilën vazo dhe nga 1 lugë uthull molle. Ju mund të përdorni edhe uthull rushi, çfarë do lloj uthulli që ju gjendet, mjafton të jetë uthull e mirë. Unë përdor shumë uthullin e mollës, ndaj kam vendosur të tillë. Pasi kemi vendosur dhe uthullën, do t'i mbushim me ujë të nxehtë. Shumë e rëndësishme kjo, pasi nuk nevojitet që t'i zieni vazot në mënyrë që të mbyllen sa më mirë, dhe me ujë të nxehtë qëndrojnë shumë të forta, pra bëhen shumë herë më të mira. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Unë dua të përfitoj nga rasti për t'ju falendëruar nga zemra për të gjithë vëmendjen që I kushtoni recetave të mia, për çdo koment, për çdo like, për çdo shpërndarje
shqyrtarje që i bëni videove të mia, nuk e keni idenë se sa më motivoni, nuk e keni idenë se sa më mbushni me ato fjalët tuaja pozitive, qofshin edhe kritika, qofshin edhe këshilla, pasi e them dhe vazhdoj ta them që ne mësojmë nga njëri tjetri. I mbyllim mirëkapakët, i kthejmë me një herë përmbys dhe do t'i lëm ashtu për një natë. Dhe për një javë i keni gati për t'i konsumuar. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.